Raporti i obduksionit për vdekjen e foshnjës Porsalindur tregon se nuk ka dëmtime fizike në asnjë nga organet e foshnjës, por se vdekja ka ardhur si pasojë e mushkrive të pazhvilluara. Raporti duhet të shqyrtohet në komisionin e formuar nga Ministria e Shëndetësisë së bashku me dokumentacionin tjetër, atë të kontrolleve të kryera nga inspektorati. Nga klinika e ginekologjisë thonë se do të veprojnë sipas të gjitha procedurave ligjore të përcaktuara për nisjen eventuale të një procedure disiplinore. Si shkak i vdekjes është insuficienca respiratore, përkatësisht mos zhvillimi i mushkrive, thonë nga klinika e ginekologjisë dhe obstetrikës. Duam që institucionalisht të ndjekim të gjitha procedurat dhe nga pikpamja klinike dhe nga pikpamja administrative. Kështu që do t'ju lusja të jemi të kujdesshëm dhe të ndjekim të gjitha protokollet, qofshin klinike apo administrative, ne procedurat duhet t'i ndjekim, tha Azir Aliu, ministri i Shëndetësisë. Vdekja e foshnjës u bë publike pas një kallëzimi zyrtar të shefes së kujdesit intenziv ndaj pediatres kujdestare për trajtim jo adekuat me pasoja fatale. Pas pranimit të kallëzimit më 13 tetor, drejtoresha e klinikës vendosi ta largoj pediatren Emilia Badeva nga angazhimet në repartin e kujdesit intensiv.